Me fillimin e gjysmëvjetorit të dytë shkollor, mjekët presin në përkeqësimin e situatës me gripin. Sipas drejtorit të klinikës së fëmijëve Recep Mehmeti, brenda 24 orëve, mbi 150 prindër trokasin në dyert e kësaj klinike me fëmijët në krah. Gripi nuk kursen askënd, nga foshnjat e deri te fëmijët e moshës shkollore. Momentalisht kemi diku afër 30 fëmijë të cilët janë të hospitalizuar në klinikën e fëmijëve që kanë simptoma të gripit apo komplikime nga virusi i gripit dhe viruse tjera sezonale, sikur që është virusi respirator sincicial. Domethënë kemi pacientë të moshave nga foshnjat deri tek fëmijët e moshave shkollore dhe kuptohet pjesa dërmuese e tyre janë me ndezje në mushkëri, pneumoni, bronkhiolit. Kemi edhe pacientë që kanë edhe komplikim apo ndezje në muskuj, miozit. Ndonjëherë ndodh që mund të kemi edhe komplikime edhe më serioze. Mehmeti tha për alesat se grumbullimi në hapësira të mbyllura dhe klasa pritet të përshpejtojë transmetimin e virusit, i cili javëve të fundit ka mbushur plot institucionet shëndetësore. Sipas tij, një kollitje apo një bisedë afërt në bank është mjaftueshëm që virusi të udhëtojë nga një fëmijë te tjetri. Masat preventive janë shumë të rëndësishme në kuptimin që personat të cilët kanë simptoma të gripit të qëndrojnë në shtëpi në fillim tash të vitit shkollor. Fëmijët të cilët kanë simptoma të gripit, kanë temperaturë të lartë trupore ose kollitje, dhimbje në muskuj, skuqje të syve apo rrjedhje të hundëve, dhimbje në fyt, këta fëmijë duhet të qëndrojnë në shtëpi në mënyrë që ta mbrojnë veten edhe bashkëmoshatarët e tyre. Drejtori Mehmeti u bën thirrje prindërve dhe institucioneve arsimore që derisa kulmi i gripit të kalojë, higjiena personale, vitaminat dhe ajrosja e klasave mbeten mjetet e vetme për të mbajtur shkollat hapur dhe spitalet jashtë rrezikut të stërngarkimit me pacient.